Përshëndetje gjithëve. Të nderuar lider të koalicionit Vlen, i nderuar miku im Zekiria Ibrahimi, i nderuar Bilal Kasami, i nderuar Arben Fetaj dhe i nderuar deputet dhe shefi i shtabit nivel republikan zotri Adnan Azizi. I nderuar kryetar i ardhshëm i komunës së Bugovinët, zotri Feti Abazi. Të nderuar kandidat për këshilltar, i nderuar shef shtabit komunal, zotri Besir Zekiri. Të nderuar shefat të shtabeve lokale dhe ju aktivistë të respektuar që jepni mundësinë dhe sakrificën përfitoren e madhe të Vlenit në këto zgjedhje. Të dashur qytetarë, ju falenderoj nga zemra për këtë prezencë kaq madhështore. Është nder për mua që jem mbarti i listës i këtij ekipi fitues, që përbëhet nga gra dhe burra intelektual, të cilët do të jenë zëri juaj. Këshilli komunal nuk është vetëm fjalë boshe, është vendi ku mbrohen interesat e qytetarëve, ku kërkohet llogari dhe ku nis ndryshimi i vërtet. Unë premtoj që do të jem aty për të kujdesur që zëri juaj të dëgjohet, që problemet të mos mbeten vetëm në letra, por të marrin zgjidhje. Roli im si këshilltar komunal është të mbroj interesin e përbashkët. E di se shumë prej jush janë lodhur nga premtime, nga fjalët boshe, e nga njerëz që ju kujtojnë për qytetarët vetëm përpara zgjedhjeve. Ajo do të na dallojë nga këshilli paraprak i qeverisjes. Qëllimi jonë është i qartë, të përfaqësojmë popullin, të dëgjojmë çdo problem e çdo ide që vjen nga qytetari dhe ta kthejmë bashkë në veprim. Prandaj, me 19 tetor, ju ftoj së bashku të bëjmë ndryshimin. Zoti na bekoftë.